Në organizimin e kafes sospes sot të premten brama ushtrua një iftar i madh tradicional për rreth 500 agjërues. Pronari i këtij lokali mirëpriti mysafirë të shumë, duke ofruar një atmosferë të ngrohtë dhe një meny të pasur për të gjithë të pranishmit. Ky iftar i përbashkët mblodhi miq, shokë dhe dashamirë të shumë të kësaj familjeje, qytetarë të ndryshëm, jetim të cilët ndanë së bashku momentet e bukura të muajit të madhërisëm të Ramazanit. Në një ambient të mbushur me respekt, solidaritet dhe mirësi, të pranishmit patën mundësinë të forcojnë miqësitë dhe të ndajnë gëzimin e këtij muaji të shenjtë. Atmosfera u bë dhe më e veçantë me këndimin e ilahive dhe lutjeve që i dhanë iftarit një frymë shpirtërore dhe një ndjenjë të veçantë qetësie. Pjesëmarrësit shprehen falënderimin dhe mirënjohjen e tyre për këtë organizim, duke vlerësuar mundësinë për të bashkuar në një iftar të përbashkët. Ky tubem u përcoll me lutje të sinqerta që Allahu t'ua pranojë agjërimin të gjithë besimtarëve dhe organizatorëve, t'u dhurojë bereqet, shëndet dhe shumë mirësi për këtë nisëm të bukur. Iftari u përmbyll me një lutje nga imamët e nderuar nga Turqia dhe Kosova. Liri, me ju në çdo iftar.